Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe ashtu sikur se kemi komunikuar, diaspora i bashkohet në ditën e 35 protestuesve në shesh. Sot unë kam në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Dritan Toçi nga Londra ka aktivizuar një sër protestuessh atje, por megjithatë sot gjendet në Shqipëri në Tiranë. Për momentin kam përshtypjen po ikën në Shkodër për të nisur nga atje, por megjithatë pyesim nga zoti Dritan se çfarë parashikohet për ditën e sotme. Zoti Toçi, faleminderit shumë që të kam në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve që po na mbështesni me këtë protestë kaq madhështore dhe qytetare që provokojnë për t'ia kthyer Shqipërinë shqiptarëve, siç jeni njoftuar dhe gjithë në rrjetet sociale, sot na kena pikën që mbillemi në Shkodër, edhe do të nisemi drejt Tiranës i bashkohen protestës madhe. Është shumë e rëndësishme. Ju punoni dhe veproni në Londër, apo jo? Edhe atje keni bërë një sër organizimesh? Po, unë punoj prej 13 vitësh në Britaninë të Madhe, na kena bërë protesta në Londër përballë ambasadës shqiptare, kena mbështetje shumë të madhe njerëzish, çdo fundjavë ne vinë në protestë përballë ambasadës, kërkojnë ndërheqje kësaj qeverie, kanë pakanajsi të madhe që shikojnë për 13 vite të fundit nga Shqipëria në rregull rreth 1 milion shqiptarë, kjo është për të keq. Qeveria shqiptare është për të mbrojtë kombësinë shqiptare, për të mbrojtë vendin për përritarën më të mirë, jo për të larguar njerëzit nga vendi tyre, do të thotë që kjo qeveri ka dështuar. Sa veta mendon se jeni bashkë nga Londra? Po marrim vetëm Londrën se diaspora është bashkuar nga çdo shtet kudo ku ka shqiptar, po ndalemi tek organizimi juaj. Kjo organizimi po na bashkon akoma më shumë, na po presim akoma njerëz që po vijnë këtu në Londër, po është numri është mbi 300 e ca njerëz që po vijnë nga gjitha Europa të bashkohen këtu në Shkodër dhe nisën drejt Tiranës. Si ke parë protestën, zoti Toçi, të organizuar në Tiranë? Kjo është, unë e shikoj me këtë konversim, është një protestë që nuk është protestë që aktivizohet nga partitë, është një protestë që qytetarët shqiptarë dhe diaspora kanë një pakanajsi të madhe nga këta partitë 35 vjeçare që i kena pa, edhe kena ka bërë gjithë bashkë, se gjithë secili nga ne ka ata hallë që shikojnë çdo ditë Shqipëri që nuk marrin shërbim të dur. Jeni dakord ju shqiptarët e diasporës me 5 pikat e kërkuara nga grupi koordinues në këtë moment, dhe si shikon reagimin e protestuesve, ndoshta një analizë të shkurtër në këto 48 tetor, kemi parë një përshkallëzim të protestës dhe një shfaqje të dhunës në të? Me sa përket këtyre 5 pikash, kjo është një hapër shumë e rëndësishëm që kanë dalë, që janë prezantuar këta 5 pika dhe pikat kryesore, dhe qeveria shqiptare do t'i marrë përsipër, do t'i marrë konsiderat këta 5 pika, se mendoj që kjo protestë nuk mendoj që mund të ndale, se është një protestë që ka dalë nga njerëzit vetë, nuk janë të detyruar, janë ata që na bashkon gjithë bashkë për do gjithmonë për t'ia kthyer Shqipërinë shqiptarëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë, si ke parë këtë 40 tetor? Me vjen pa keq për shkakun që ndodhi me një konflikt, se dhe nga njerë protestat dal jashtë kontrollit, por unë them që mund të ndodhë, gjithçka mund të ndodhë, por kjo është përgjegjësia e qeverisë, se dhe protesta nuk është që ka një organizator, është protesta gjithë shqiptarët e bashkë dhe nga njëherë të del jashtë kontrollit, por unë mendoj që qeveria shqiptare duhet të reagojë me këtë situatë ose sot kur, se është i qëllimi vetëm. Zoti Toçi, ju do të vazhdoni të qëndroni në Shqipëri, pra cili është programi i diasporës, nëse mund ta ndani me ne? Programi i diasporës jetë gjithmonë pro mbështetje protestës, jetë aktiv gjithmonë, ne të dielën kemi protestë nesër në Londër prapë përballë ambasadës shqiptare. Pra ikni nga këtu dhe shkoni atje? Jo, është grupi tjetër që akoma që vazhdojmë organizimet në Londër, se jena të jetë përhapur gjithë në diasporën. Ja njerëz gjithë vullnetarë, nuk ka asnjë të parë që organizon protesta, por natyrisht që gjithë njerëzit kanë gjithë ata pakanajsinë, kena bashkon gjithë bashkë. E qartë. Mirë, për momentin po shkon në Shkodër, kur bëhet nisja nga atje, më jep disa detaje? Si po mobilizoheni atje? Bëhet nisja nga Shkodra drejt Tiranës, pastaj do jemi prapë kontakt, do të transmetim si do jetë faza e nisjes nga Shkodra drejt Tiranës. Edhe desha shtoja diçka tjetër që... Po, më thuaj. Kjo është një protestë paqësore, ne i kena pa shumë mirë këta protestë që ka bërë Partia Demokratike, Partia
socialiste që janë gjakosë njerëz, janë vrarë njerëz, ka qenë protestë paqësorë që deri sot nuk është thyer një xham dash në Britaninë të Madhe, dash gjithë diasporas, na kena pas një falënderim të madh nga oficeri më i madh të Britanisë së Madhe për angazhimet, për protestë që po bëjmë në dhonat e mbështetjes jashtëmase. Qartë. Një mesazh të fundit përpara se ta mbyllim bashk? Mesazhi i fundit të them shqiptarëve gjithë jemi sa më bashkuar se është ardhmja e fëmijës tonë, ardhmja e kombit tonë, ka ardhur koha, ka marrë koha e partive, është koha e shqiptarëve, kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është një rrugtim pak tim pas. Faleminderit zoti Toçi për këtë komunikim të drejtë për drejtë së Faleminderit bashku. për juve që na mbështesni dhe jeni për krahë të protestuesve faleminderit. Faleminderit. Përshëndes nga studio, 10:44 shënonora, kemi mbërritur kështu në fund të programit News 24 fundjavë edhe për të shtunën e sotme. Do të shkojmë shkurtimisht në publicitet, bashkë takohemi në edicionin e orës 11 në këtë transmetim të drejtë për drejtë.